Shqipëri po planifikohet një mbështetje re financiare për familjet me fëmijë nën 18 vjeç. Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, çdo fëmijë do të marrë 48.000 lekë të rinj, ndërsa për shpenzimet shkollore si libra dhe materiale, familjet do të rimbursohen deri në 100.000 lekë të rinj. Pagesat nuk do të jenë automatike. Familjet duhet të plotësojnë një formular ose të japin një vërtetim dhe vetëm pas verifikimit nga tatimet do të bëhet kompensimi. Kjo nismë synon të ndihmojë familjet me shpenzimet e përditshme dhe ato shkollore të fëmijëve, duke ofruar mbështetje të drejtë për drejtë për edukimin dhe mirëqenien e tyre. Në këtë fillim viti të gjithë që jemi ndeshur me këtë lajm, kemi kujtuar që një shumë parash do të vërshojë drejt nesh nëse ne I përkasim një kategori të caktuar. Por ajo çfarë ndodh në të vërtetë është një zhveshje nga taksat edhe gjithashtu tarifat vendore për disa grupe të caktuara për t'i lehtësuar. Çka do thotë në shumën e parave dhe detyrimeve që ne kishim ndaj shtetit, do paguajmë pak më pak disa për nesh. Se kush do të paguajë më pak dhe cilët janë ata që përfitojnë, le të na e thotë më mirë eksperti ekonomist Ergis Sefa. Ergis, mirë se vjen. Kënaqësi që jemi së bashku, edhe unë dhe Surjani po pyesnin veten se ku përfitojmë në këtë grup. Nuk kemi as fëmijë, nuk kemi as krye familjar dhe nuk do flasim për pagën tonë, por mund të ndalemi tek ata që përfitojnë. Për çfarë bëhet fjalë konkretisht? Dy sqarime që t'i kem parasysh të gjithë teleshikuesit. Në rast parë bëhet fjalë për zbritje nga tatimet që ne I kemi paguar gjatë 2025-s. Pra gjithsesi nga ne kur ka marr pagën, ka paguar edhe tatimet e ardhurave personale për kitazi me pagën që ka, apo me cilin do burim tjetër të ardhurash. Dhe nëse ke fëmijë, ligji të jep të drejtën që në vitin pasardhës ti të kërkosh një rimbursim mbi tatimin që ke paguar, I cili është pavarësisht e ke në shkollë apo jo fëmijën, është 48.000 lekë për fëmijë, pra 48.000 lekë të reja ose 480.000 lekë I cila zbritet nga tatimi I paguar, ose merren 480.000 lekë cash në dorë, dhe dyta është nëse fëmijën e ke në shkollë, po jo vetëm në institucion arsimor, po mund tjetë duke bërë kurse private, gjuhë, kompjuter, çfarë do lloj pjesë e shkollimit qoftë, të njihet gjithashtu një rimbursim zbritje nga tatimi deri në 100.000 lekë të reja ose 1 milion lekë të vjetra, po kjo është pavarësisht sa fëmijë ke. Mund të kesh 1, mund të kesh 2, mund të kesh 3, tavani është 100.000 lekë të reja. Më konkretisht mund ta bëjmë edhe me llogaritje, do ta shikojmë konkretisht sa përfitohet ose sa mund të përfitojë një qytetar, por qytetarët duhet të kenë parasysh dy gjërat. Që 48.000 lekëshin nëse kanë fëmijë si zbritje e marrin automatikisht, ndërkohë që 100.000 lekëshin për pjesën e arsimore mund ta marrin nëse I kanë fëmijët në arsim dhe nëse mund ta aprovojnë, pra nëse kanë faturat tatimore që I kanë kryer këto shpenzime për arsimin. 1.000 euro mbrapsh, 1 milion lekë të vjetra mbrapsh. Pra, si marrin prindrit këto para dhe cilët mbesin jashtë skemës? Nga tatimet që është paguar vitin që shkoi, ty të zbritet shumën përkatëse. Dhe del një shumë e re, e cila në fakt duhet të ishte paguar si tatim. Diferenca ndërmjet asaj që ke paguar edhe asaj që del me këto zbritet përkatëse është shuma që ty të kthehet në llogarinë bankare. Kjo është ajo shuma cash që ne marrim, e cila në varësi të pagës që ke, del pastaj një shumë e caktuar. Duhet kemi parasysh dy gjëra, që nëse je një prind I cili ke pagën minimale, 50.000 lekë, apo ndoshta edhe deri në 60.000 lekë bruto, gjithmonë bëhet fjalë për pagën bruto, përfitimi është pothuajse zero. Pra, fatkeqësisht, absolutisht po, sepse deri në 50.000 lekë, sipas ligjit në fuqi ti nuk paguan tatimet e ardhurat personale. Pra ti nuk është se ke paguar tatime, nuk ke çfarë rimbursimi të marrësh mbrapa. Por prindër që ka rrogën deri në sa? Nëse e ke pagën deri në 100.000 lekë të reja, pra 1 milion lekë të vjetra bruto në muaj, je ndër përfituesit më të mirë, sepse përfiton nga të dyja. Përfiton edhe nga zbritja për 48.000 lekësh për fëmijë, por edhe nga zbritja arsimore. Ndërkohë që për pagat që janë mbi 100.000 lekë në muaj, gjithmonë bruto, pra mbi 12 milion lekë të vjetra në vit të ardhura, ato nuk përfitojnë nga pjesa arsimore, por përfitojnë zbritjen për fëmijë, pra 48.000 lekëshin për fëmijë. Pra varet në cilin kategori tjetë. Nëse ke pak të lartë, përfiton më pak. Nëse ke pagën e cila është nga 60-65.000 lekë bruto deri në 100.000 lekë bruto,
këto janë ato që janë përfituesit më të mëdhenj. Është qartë. Dhe nuk flitet vetëm për familjet, flitet edhe për këdo që ka më tepër nevojë. Absolutisht, këdo prind, edhe prindit nënat e vetme për shembull, apo edhe prind tjetër, kushdo që ka fëmijë mund ta kërkojë këtë. Nuk është të thënë patjetër të jetë bashkëshort apo të jetë në status civil të martuar. Mund ta përfitojë kushdo që ka fëmijë. Mund ta kërkojë ta përfitojë kushdo që ka fëmijë. 480.000 lekë të vjetra, 1 milion lekë të vjetra, të dy prindërit apo njëri? Vetëm njëri mund ta kërkojë, sepse fëmia është i të dyve. Po. Dakord, por të dy janë të punësuar. Absolutisht po. Unë du sugjeroj, po edhe ekspertët në përgjithësi sugjerojnë, madje edhe vetë tatimet, që prindi që ka pagën më të lartë, ta kërkojë rimbursimin në mënyrë që të maksimizohet fitimi. Po mund ta kërkojë cili do nga prindrit. Mjafton që ta kërkojë dhe të dëshmojë që ka fëmijë dhe fëmijët i kanë shkollë nëse i ka. Ai që ka rrogën më të ulët apo më të lartë? Sugjerohet ai që e ka pagën më të lartë deri në 100.000 lekë që të përfitojë në maksimum. Të përfitojë më tepër. A ka favorizim gjinor për një krye familjare grua apo Është e barabartë. Është e barabartë, nuk njeh. Paraja nuk njeh gjini. Jo, në fakt ndihma duhet ishte më e madhe në rast do ishte një politikë sociale mirë studiuar për shoqërinë tonë. Po në këtë rast nuk kemi të bëjmë me një politikë sociale per se, kemi të bëjmë me një rimbursim tatimor që njihet nga ligji i tatimeve dhe tatim paguesit nuk ka rëndësi femër mashkull, këtu janë vlen të njëjtë. Në ligje të tjera pastaj mund të kemi edhe ndihma të tjera, po jo në këtë nuk është ky rast. E drejtë, do doja të bënim një demonstrim konkret me numra dhe me shifra, nuk e di kush do drejtohet tabelës. Sot mund të drejtohesh ti dhe ne do ndihmojmë me llogaritë se jemi të shkëlqyeshëm në matematikë. Të marrim për shembull, po marrim një shembull, një person, zonja apo zotëri, i cili ka pagën 100.000 lekë bruto në muaj, pra 1 milion lekë vjetra bruto, gjithmonë bruto. Pra 100.000 lekë bruto. Lekë në muaj, gjithmonë bruto. Se tham që njëri nga Njëri nga të dy prindrit mund ta bëj kërkesën. Dhe supozojmë se ka dy fëmijë, 9-18 vjeç, qoftë njërin e ka në shkollë. Mund t'i ketë të dy, po të paktën njërin prej fëmijëve e ka në shkollë. Çfarë përfiton në rastin konkret? Gjatë 2025-s, ky person ka paguar, tani po i bie pak shkurt, ka paguar rreth 91.000 lekë të vjetra në muaj si tatim për të ardhurat personale. Nga paga. Që i thonë 91.000 herë 12, do t'i thonë rreth 12 muaj, pra, mos gaboj, thonë rreth 109.000 diçka. 109.200, mos gaboj. 109.200, pa. Pra, 109.000... Kemi të sakt. Eksakt. 109.200 lekë është shuma e tatimit që ky person me pagën 1 milion lekë bruto në muaj të vjetra ka paguar në harkun kohortë ka paguar për 2025-ën. Për 2025-ën. Çfarë ndodh tani? Ky person, duke qenë se thamë që ka dy fëmijë dhe të paktën njërin, mund t'i njihen, do t'i njihen zbritje prej 48.000 lekësh për fëmijë, pra 2 fëmijë herë 48.000 lekë. Dhe duke qenë se thamë që të paktën njërin prej fëmijëve e kanë shkollë, dhe normalisht ka ruajtur dhe faturat tatimore për ta provuar, do t'i zbritet edhe 100.000 lekëshi për shpenzimet arsimore që ka. Nga do bëhet kjo? Kjo do bëhet nga baza vjetore, pra 1 milion lekë muaj, herë 12, e ka 12 milion lekë në vit të ardhurat. Pra, minus 12 milion që... Tani do dali pak kështu. Normalisht, shuma që del këtu, nëse mund të bëjmë, pra këto është 4-3... Do duhet ta themi edhe njerë, për t'ja bërë të qartë publikut. Pra, ne kemi llogaritur 2 herë... Pra, 2 fëmijët, për të 2 fëmijët, merr nga 48.000 lekë zbritje. Pra, 96.000 lekë në total. Plus, duke qenë se i kenë shkollë, edhe 100.000 lekëshin zbritje. Për kurset edhe çdo shpenzim që lidhet me arsimin. Shkollë private, kurs gjuhe, kurs kompjuteri, për shkollë. Në tërësi, dhe totali është 196.000 lekë, të cilat i zbriten nga shuma 12 milion lekë, që janë të ardhurat vjetore që ka, se kishtë rrogën 1 milion, thamë në muaj.
në rasti konkret, 1.200.000 ndjes, se flasim me lekë të reja. Në total, duhet dali diku ke 1.020.000 diçka. Pra, po ta bëjmë, si na bëjmë makinë llogaritse? 1.020.000. Duhet tjetë 1.020.000, eksakt. Po, aq është. 1.000. Ka që bëjmë kollaj. 4.20.000. Po, aq është. Tani, 1.020.000 është shuma mbi të cilin ai duhet ishte tatuar. Se tham ka paguar në total këtë shumën nga tatimet. Sa duhet kishte paguar? Kjo do shumëzohet me 13%. Pse 13%? Sepse për këtë pag, 13% është tatimi mbi të ardhurat personale. Pra këtu, nëse shumëzojmë me 0.13, që do më thënë 13%, duhet të dali, këtu të ndihmoni makinë llogaritse. Pa tjetër, atëherë. Do dali diku ke 800, 700, nëse ca ose 800 diçka, 825 ndoshta. Në mos gaboj. 130.520. E 0.13. Po, ashtu e bërë. Me shpet. 0.13. Ndjes, atëherë po, njëjta del. Duhet kemi gabuar një diçka këtu. Kemi gabuar tek ajo vlera qendrore 1.400.000. Kemi bërë një gabim. Pak sa. 1.400.000 është 104.000 fakt. I thoj 1.400.000 duhet jetë. 1.400.000. Kjo duhet jetë shumë me cilën tatohet. 13% i kësaj duhet i bie jo aq, duhet i bie rreth më pak. Prandaj janë konfuze familjet, ku tre veta në nuk ja dalin. Pra, 130.520. Ma e makina llogaritse mua. Ashtu duhet ta japi në fakt. Ta shikojmë konkretisht se e kam bërë shembullin këtu. Që në lek të vjetra i bie 1.000.000. Ndjes, duhet zbresim 360-ën, po. Duhet zbresim 360. Pra, do të thotë këtu duhet zbresim edhe 360.000. Pse zbritet kjo? Sepse paga minimale për 300.000 lekësh nuk tatohet. E qartë. Duke qenë se paga minimale për 300.000 lekësh nuk tatohet, po zbritet kjo me këtë dhe shumëzohet me 0.13. Totali del 800, ta bëjmë makinë llogaritse, 94.520. Jo, Surjan, se e kem këtë minus këtë. 1.000.000 minus 300 herë 0.13. Që do të thotë në total duhet dali 83.720. Shiko, unë mendoj që familjet ka nevojë për një ekspert ekonomie në shtëpi, për të bërë këtë llogari. Kur nuk po e bëjmë ne të dy dot llogari, arritimisht do të jemi pa konfuz. 83.720. Çfarë bën një familje normale për ta bërë këtë llogari? Po prandaj janë ekspertët kontabilistë që mund të shkosh. S'ka gjë, ti ke fëmijë. Kjo është nuk përfiton. Kjo është aritmatike thjesht. Pra, nëse flasim, kjo është shuma e tatimit që ti duhet kishe paguar. Okej? Ndërkohë që ke paguar 109.000 e diçka. Diferenca ndërmjet kësaj, 109.000 dhe 83.720, i thonë 25.480 lek, është shuma të cilin ky person merr mbrapsht në llogarinë bankare. 250.000 lekë të vjetra. I merr para. Brenda vitit. Sipas ligjit duhet i marrë brenda vitit. Pra në momentin që ja provon. Nuk ka një afat të caktuar. Dorëzimi i deklaratës është deri më datë 31 mars. Më pas tatimet bëjnë llogaritjet dhe mbasi bëjnë llogaritjet për secilin person, del shuma. Në rastin konkret ti personit që e ka 1 milion lekë muaj, merr rreth 250.000 lekë. Merë 254.800 lekë. Dhe kjo është pjesa maksimale e përfitimit. Nëse ka 2 fëmijë dhe të 2 i ka në shkollë. Dhe pastaj në varësi të pagës, nëse ndryshojmë shumën, dhe këtë 100.000 lekë në muaj, pra 1 milion që në muaj, ne e bëjmë 800, 900 ose më shumë, do ndryshojnë edhe llogaritjet. Pastaj edhe do dali një shumë e caktuar, e cila është shuma e cila kthehet. Pra, ajo që duhet sqarojmë mirë edhe për teleshikuesit është kjo, që nuk është 480.000 lekëshi apo 1 milion lekëshi i vjetër i cili të kthehet në llogarinë bankare. Po mbasi bëhet llogaritjet në formulë, të del këtë vlerë, nëse ke pagën, një shumë përkatëses në varësi të pagës që ke pasur të deklaruar vitin që shkoi. Më duhet ta theksoj edhe këtë, sepse kam pasur shumë pyetje edhe nga shumë qytetarë në media sociale që gjithmonë llogaritet mbi pagën me të cilën e ke të deklaruar në tatime.
Sepse ka shumë qytetarë jo për merë disa para në dorë, të ftoj punës ndërkohë dhe vazhdojmë. Sepse ka shumë qytetarë të cilët e kanë një pak të deklaruar dhe një pak të cilën e marrin pjesën tjetër të cilën e marrin. Gjithmonë flasim për pagën e deklaruar sepse ajo është paga që Gjithmonë flasim për pagën e deklaruar. Nëse bëhet fjalë për pagën e deklaruar, vjen keq po ligji nuk e njeh fare. Është inekzistente përpara syve të institucioneve. Kush përfiton tjetër nga kjo zhveshje e taksave? Bëhet fjalë vetëm për kryefamiljarët, për ata që kanë fëmijë, apo dhe për ata që kanë më tepër nevojë? Unë u referova pak më parë atyre që kanë. Jo, ligji për tatimet flet vetëm për tatim paguesit. Sepse këtë e kam pasur dhe këtë pyetje, flasin vetëm për ato që kanë kontribuar mbi nivelin që kanë kontribuar në tatime dhe në sigurime. Pra për ata të cilët janë në kategori të tjera, ka ligje tjera që merren me përfitimet e tyre, nuk është ky rast. Nuk është ky rast. E qartë. Faleminderit shumë që na bërët më të thjeshtë duke ilustruar. Kjo është formula. Mos e kemi ngatruar më shumë se ç'duhet. Do e gjej në fillim ndjekës pa merak, kemi shikues dhe ndjekës shumë të zgjuar. Ne falenderojmë shumë. Publiku i themi qëndroni me ne. Me zdrit vijon akoma.